Ka nisur ndërhyrje emergjente për vendosjen e ure të Rehekurit në Bleran pas dëmtimit të urës ekzistuese që kishte lënë të izoluara 2 lagje me rreth 600 banor, duke shkaktuar vështirësi serioze në lëvizje dhe bllokim të aksesit drejt varrezat e fshatit. Ndërhyrja po kryet nga batalioni Gjenjë Forca Armatosura. Kryetari i Bashkisë Shkodër theksoi se reagimi ka qenë i menjëhershëm për të mos lënë izoluar komunitetin, duke nënvizuar se pavarësisht rreshtit intensive dhe prurit maksimale ditëve të fundit, situata në territorin e Bashkisë Shkodër është menaxhuar me përgjegjësi dhe në koordinim të vazhdueshëm me të gjitha institucionet. Në kohë rekord na kanë përgjigjur Agjencia e Emergjencave Civile për urën, e cila në fakt ka qenë e rëndësishme dhe domosdoshme. Janë 600 banor të fshatit Bleran dhe varrezat që për 2 ditë ka qenë të shkëputura, po tashmë e kemi urën, tashmë sot do të përfundojmë lidhjen. Duket si një ndërhyrje e vogël, po në fakt nga impakti i madh që ka pas për zonën është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe koha shumë e shpejtë. Sigurisht është kohë e vështirë me rreshje dhe me problematika të cilat ne po mundohemi të menaxhojmë, por jam i kënaqur të them që vetëm bashkëpunimi me institucionet ka arritur që ne sot në Shkodër të kemi një situatë fatmirësisht me minimumin e problematikave, si në zonat për sa i përket përmbytjes, si dhe në ndërhyrjet e tjera. Sigurisht kemi akoma punë për të bërë, por deri tani mendoj që e kemi situatën në kontroll. Po instalohet një urë nga batalioni i Gjenjës, e cila mundëson kalimin e 2 fshatrave ndërmjet njëri tjetrit, urë e cila ishte dëmtuar për shkak edhe të rreshjeve të shumta kohët e fundit. Është një mundësi që ju jepet banorëve për të qarkulluar lirshëm, por edhe për të komunikuar me njëri tjetrin, por edhe për të lëvizur edhe strukturat e tjera për të bërë një normalitet në gjithë këtë zonë. Autoritetet konfirmojnë se pavarësisht kushtet të vështira atmosferike, situata në territor është mbajtur nën kontroll, ndërsa monitorimi do të vijojë deri në normalizim të plotë.